Ibrahim a.s. kur ka dasht me dal, i thot, kur të vjen burri jot, tregoj thuaj atij se duhet me ndru pragun e derës. Kisha pas dëshirë tash më kthit te pjesa me Sarën, domethënë, çka ndodh me ata? Se vetë me Haxherin e kuptuam domethënë me Ismailin. Me Sarën çka ndodh? Asalamu alaikum. Unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Hoq, pra, në episodin e 7 jemi. Atëherë unë dalëm tek pjesa ku Haxheri me djalin e saj është domethënë në Mekë apo në Mekë? Po, Mekja do të bëhet në të ardhmen. Po. E tash para se me vazhdu domethënë kjo, para prakisht pak një përmbledhje asaj episodit që kalon. Pra, Haxherës, pasi mbaroi ushqimi dhe uji, ajo unë gjitë në kodrën Safa, për të qenë pak më lartë, të shef do një nga karavanët apo beduinët, fiset beduinë që endeshin në ato vende. Edhe me njëherë për atje është lëshuar edhe me vrap, me nxitim, është ngjitë te kodra Merva. Kështu dhe me thoni ka ndorë derisa 7 herë kanë baru te kodra Merva, që kanë bejtë edhe rregullat haxhit. Po sot e kena rregullat. Ajo ka qenë një grua e vet me atëherë, tash janë rregullat haxhit. Edhe kur arrin te kodra Merve, më u bë 7 herë, në që bë vrapo, atje ndëgjon një zanë. Pra në ndërkohë, Allah subhanahu wa taala ka dërguar Xhibrilin edhe ka shku afër Ismailit aty dhe e ka godit tokën me grushtin e tij. Edhe prej aty ka fillu me buru një ujë, një burim, domethënë prej goditjes së Xhibrilit alayhis salam. Edhe pastaj Haxheria kur e shef se ma nuk po sheh as kënd, kthehet. Kur kthehet e sheh se veç ka dal ujë prej tokës. Edhe kur e sheh të vrrullshëm duke dalë ashtu i thot Zemzem në gjuhën që kanë folë atëherë, Zemzem do thonë më qet ose më ngadal pak të ka dalë shumë domethënë, apo. Edhe normal që Haxheria me këtë besim që treguam ne, ka qenë një prej evlijave. Edhe Allah subhanahu wa taala si lutjet kësaj ja ka marrë parasysh fjalët e saj. Edhe ka filluar të pushon pak ujë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos kishte reagu Haxheria, ai vend do të ishte këtë ujë aty. Mos kishte kërkuar Haxheria që të pushon ujë, pak të del burim nga burimi mirë, po jo me aq sasi të madhe. Edhe kjo ka qenë, më thonë, edhe nga bereqeti i lutjes saj që të del Zemzemi, po me një sasi më të vogël. Edhe ky burim dallohet prej krejt burimeve të dunjas. Do thënë, më së pari është se nuk takohet me asnjë burim, me asnjë ujë brenda në tokë. Është i veçantë. Është i veçantë, po. Edhe ka kështu që ka cilësi të veçanta prej ujrave tjerë. Ka cilësi shëruese edhe shumë tjera. Atëherë Haxheri domethënë bashkë me djalin e saj, vetë ju ka ardhur një burim që është burimi më i rastishëm që është uji. Mirë, po prap, sidoqoftë ai vendi vetë se më është aty vet. Do thonë nuk ka pas që ka mujt me mbijetu, do thonë me jetu me dikant tjetër. A kanë fillu shoku i ujit domethënë më bu më i banueshëm ai vendi. Endacakët kur kanë dashur me gjetë një vend ku ka ujë, atëherë jeta të mëson shumë gjëra. E kanë gjetë nëpërmjet të zogjve. Kanë pas zogj duke fluturuar, edhe kanë thënë zogj nuk fluturojnë përposa aty ka dikon ujë. Edhe kanë filluar zogj të vinë mbi në qiellin e Zemzemit. Edhe beduinët e kanë pa për të largu se ka zogj këtu edhe kur kanë ardhur aty e kanë pa vetëm një grua dhe një fëmijë. Megjithatë, edhe pse ato kanë mund të vinë ta dëbojnë Haxherin, mirë po i kanë respektuar do raporte, edhe pse kanë qenë beduin. Kanë qenë sa shumë një fesa, po Allah e din sa kanë qenë ata. Kanë ardhur dhe kanë kërkuar leje prej Haxherës. A na lejon të pim ujë këtu? Haxhera i ka lejuar, ka thënë, po, mund të pini ujë, po burimi është imi. Ja, po çdo domethënë. Burimi ka qenë me pronar, domethënë. Pronar, domethënë edhe ai ka vendosur a pin ujtë ajo për ati burimi. Mirë, po Haxhera i ka leju të pin ujë, edhe
veç të tregon se ajo është pronare. Pastaj këto janë vendos aty. Po ky burim s'ka qenë si burime tjera. Nuk është shterë. Burime tjera janë shterë. Kanë ndejt një kohë, janë shterë dhe ata Dash s'kanë me pas. zhvendos për aty. është dashur më zhvendos se edhe s'kanë S'ka pas burim. llogari çdo burim që ta gjejnë ndërtojnë shtëpi. Për këtë shkak i kanë pas tendat. Okay. Mirë po në Mekë ka ndodhur diçka që nuk ka ndodhur më herët. S'po shteret burimi. Edhe kur u bën një vit sa kohë kanë shkuar, kanë pas që s'po shteret, atëherë kanë filluar të ndërtojnë shtëpi. Edhe është formuar Mekja. Edhe është zhvilluar pastaj popullata në atë vend. Po, domethënë vetë se ai vendi u ka bërë më stabil për jetesë, tash kisha pas shefta ditë domethënë pjesa e Ibrahimit alayhis salam a ka ardhur në vizita apo si ka qenë domethënë a këto janë kthit tash apo Normal tash Ismaili alayhis salam po jeton aty, po zhvillohet në atë vend. Edhe është dashur Ibrahimi alayhis salam me ardhmë me vizitu. Mirë po Allah subhanahu wa taala pas këtyre sakrificave që kanë bërë, pas këtij besimi, kësaj bindje që kanë treguar para Allahut, Allah Ibrahimit alayhis salam ja ka mundsuar, ja ka lehtësuar udhtimin. Edhe burakun që ka shpejtësi të madhe, ja ka lënë Ibrahimit që të vjen ta viziton familjen e tij. domethënë me burakun ka Jo, nuk ka ardhur si të parën herë kur e ka pru Haxherën, po Allah i ka lënë në disponim një mjet transporti që vjen shpejt, me një herë. po, një burak. Edhe ka ardhur shumë shpejt me burak, Ibrahimi vizitat pastaj ka pas me burak. Është interesant tash normal Ismaili alayhis salam se rritet edhe martohet. Edhe kanë pas një takim, domethënë kisha pas që mund dal pak të çaj takimi ku e bën Ibrahim alayhis salam me Rejen, domethënë me nusën e Ismailit alayhis salam. Normal, Ismaili alayhis salam është martuar atje në Mekë, është martuar me vajzë arabe. Arabe, domethënë të origjinës arabe. Se Ismaili vjen prej babës të rasës semite, të Babilonijës aty. Nanën e ka arabe. Po, Ismaili, domethënë nana arabe prej Egjiptit. Egjiptit. Haxhera ka qenë arabe. Tash martohet me një grua, domethënë arabe. Edhe aty e zhvillon gjuhën arabe Ismaili. Për këtë shkak arabët prej asaj kohe kanë qenë arab, prej të Ismaili quhen mustarab, të arabizuar. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë i pari që e ka shpreh arabisht me pastër kështu, është Ismaili janë. Ajo gjuhë arabe, do të thonë ajo ka qenë Pastër. më e zhvilluar, po. Edhe është martu. Mirë po, kur vjen Ibrahimi alayhis salam, Ismaili s'ka qenë aty. Edhe vjen e gostit ajo gruaja e Ismailit. Edhe Ibrahimi alayhis salam e pyet si e kanë gjendjen, si e kanë jetesën. Mirë po para prakesh nuk i tregon se kush është apo. Nuk i tregon. Jo, në fillim nuk i ka treguar. Edhe pastaj ajo fillon të ankohet, na po jetojmë në varfëri, në skamje, në vështirësi, kështu ka filluar ajo. Ajo është e vërtet ka qenë, mirë po, njeriu duhet të në çdo situatë ta falënderon Allahun subhanallahu. Ajo ka filluar me ankesë. Ibrahimi alayhis salam kur ka dashur me dal, i thot kur të vjen burri jot, kur të vjen, tregoj thuaj atij se duhet me ndru pragun e derës. Sikur se ka vërejtje të. Edhe shkon Ibrahimi alayhis salam. Kur më vonë vjen Ismaili alayhis salam dhe thot a ka qenë dikush të ka qenë thot një plak. Edhe kështu, edhe më tha me ndru pragun e derës. Atëherë Ismaili alayhis salam thot ai ka qenë babai im, edhe më ka thonë se ti me të shkurorzu. E kështu që martohet me një grua tjetër. Përsëri kur vjen Ibrahimi alayhis salam, vjen aty, e gostit ajo gruaja e dytë, edhe pyet si të parën, si po jetoni jetesën, si e keni, kushtet si e keni. Ajo e falënderon Allahun. Falëndrimi takon Allahut për këtë që na ka dhënë. A gjendja është e njëjtë që e ka pas, edhe me minusën e parë. Çfarë gjendje? Mirë po, kjo është qëllimi. Kjo është qëllimi se njeriu çdo situatë duhet të falënderojë Allahun. Se vështirësitë nuk dihen. Për vendit në vend, për situatën në situatë. E njeriu nëse shikon rreth e përqark,
çka shef, do ta sheh se gjendja e tij është mirë. Edhe Ibrahimi a.s. i thot, kur të vjen burit, tregoj që ta përforcon pragun e derës. Edhe kur vjen Ismaili a.s. i bën muhabet me bashkëshortën e tij dhe i tregon edhe se ka qenë një njeri. Edhe para se me shku, thot, më tha me përforcu pragun, tha, po, ai ka qenë baba im, edhe më ka thonë që ti me të mbajt, me vazhdu jetën me ti. Ndryshimi që du me bo sot është se në vend meje që dhe prezentoja kompanit Agadull. A unë... Kërës shejpat një sojnë. Që ka bo Agadull? Po me mujtë dhe hejnë, bëjnë është që një me lajtë. Ja, dhe se mirëm kamerman që shtë mirë. Ja, Agadull, së është, ajde pa e bëjmë këtë pak ndryshim, ajde. Dull, mos më korrit. Jo, be, ha, be. 4 minuta, po? 4 minuta e lam. Hajde. Best mobile. Telefoni mira. Adull. Qa kibe? Qa me një 3 lave i thava, Agadull. Qa dëshive vlaj, qarshive vlaj është. Po tamam, po në qarshi, unë e di që janë qarshi Agadull, po njerëzit nuk e din, ka e ku në qarshi, lokacionin, ka busum kurime, ka të pak Qeve vlaj kur t'ishtë qarshi të rruga kresore, kështë me. Tëkër, s'ka gjatë. A ti shkron best mobile? Po best mobile i s'ka dhe një. I s'ka dhe një, qashtu shkrik. Po mirë be dull, po parin e të marrë be dull, se dull pak me kalëzu, pak me bu pak, ati, madhe pak. Po vla, në pëse do marrë pare, ne, se në dhe marrë në njerëzit përdore, mi shtim rajna me zonë, da. Okej. Hajde, hamaksi. Une, shpi s'kim drejt qala, shtoa, veç me bo me ndër shpi. O, keni me mdarit, veç për të hamaksi. Mos ga më në më shqyqerë ku në kështoj, dhe se s'va pranaj. Veç hamaksi. Mega plast. Dhe ma qetërën. O, Agadull, Agadull, folbe nese për Megaplastin, qëka të u bu kështu filma pa lidhe. For nese, ne lafë thuj e bërë. Qka me folbe Allah nësë kam Balkan? As të raskia. Po mirë dull që dukush që atë këshirë të video, ka në Balkan të erad, të ambuloja, të reguloja. Unë s'kam për vejti, ato qka kanë, ne qkone të interesohen, e din vejni kua, qaja. Palestina Drinks. Veç emni që e ka, veç ama dhe pijet që i ka. E ka oranjin, e ka limonin, e ka e rëshidringin. Shqedringin e ka. Au me të knaq. Aroma dring. Për qa kemi një me aslan që kja? Dull për shka ke që 7 epizodin e të bua la se more vresh për shka ke. Së më këtojt. Po s'ki fajti vlla se kjo mall Zvicër vlla, e ka aromën e ka të veçantë. E ti s'jam mësu, ti jam mësu me ato 100 denare, ti miska që me. Burger zone. O dull, fal në sen. Po që me falë Allah, veç gjevrejka të hangër, që me falë? Qa që vreka? A si ki provu? Burgera si ki provu? Ja. Këtë gjevrejka të hangër. Po me kaj s'të kumë të quva ka du, se me të quva vesh një herë ti me hangër edhe ma masane unë e ha, se s'ke me ndru mu masane, farë gjevrejka, farë burejki, vesh hamburgera ki me hangër. Na e bere qitër, vel. Kaput. Kamput. Qa me fole për ta? O dull, be, pse më nervozon, o dull, e fundit është, po, Kurëm ke quve vlatin malë për se të fidani, se të lojat. Kurëm ke quve malë. A e ki probe atë shka kanë be. Shatora, dishek, karike, tavolina. A be, si vikendic me vikendic. Shpin, malë, vikendic. Kejtë kushe të kushe. a ka dull, A e sosa? 3 minuta e 3 sekundë, meriton. Tash kisha pas qef mund dalë të pjesa që është ma ikonike besoj e historisë Ibrahimit a.s. E pjesa është e kur urdhërohet domethënë nga Allahu që ta pres djalin e vet për kurban. Siç thamë Ibrahimi a.s. pa të lanë Haxherën dhe djalin e tij Ismailit në atë vendin ku do të ndërtohet qabja. Edhe janë treguar se është
formu Mekë aty, vendbanimi aty. Edhe vjen një kohë, Ismaili ka qenë ende djalë i ri, nuk ka qenë shumë, domethënë mosh. Edhe atëherë i shpallët, më thonë Ibrahimit se në ëndër i vjen, se duhet me therr djalin e vet. Ibrahimi, më thonë, e ka dashur shumë djalin e vet, po edhe kur është largue, është përmallu shumë. Allah subhanahu wa taala këto ndjenja ishe mirë. Këti din në hollësi. Edhe ka dashur që Ibrahimi alayhis salam të jep një mësim. I thot, i vjen në ëndër se djalin e vet Ismailin duhet me therr. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Shpallje, vjen në ëndër, duhet realizohet. Edhe shkon i thot djalit vet, ai ka qenë ende i ri. I thot, unë po të shoh në ëndër se duhet me therr. Ai ka kuptuar se ëndra është shpallje. Babën e disa pejgamber. Në fakt po, dhe e pejgamber, më ndoshta në çat kohë nuk është ka qenë i ri atë. I ri, po. Edhe tash pe kupton është edukuar me edukimin e Ibrahimit alayhis. Edhe ai para me në këtë situatë i thot babës vet në mënyrë përkthelse, si thonë te na o babuç. Po. Kështu, më thon përkthelse, më thon po duhet me të therr. Ai kthej o babuç, po bën çfarë për urdhrohesh, unë do të bëj durim, do të jem durimtar. Do të thënë shikoni çfarë raporti, çfarë edukate, çfarë kuptimit situatës kur është urdhër i Allahut. Allah po të urdhëron, unë do të bëj durim, ti realizoj atë që të ka urdhëruar Allah. Edhe e kanë caktuar një vend ku do ta bëjnë atë therrjen. Mirë po, në këtë rrugë shejtani, do të ka ardhur dhe i ka bë cytje Ismailit. I ka bë cytje Ismailit, mos e ndëgjoj valla. Mos e ndëgjoj. Edhe Ibrahimi alayhis salam e ka gjujt. Ibrahimi alayhis salam e ka pa shejtanin. Allah subhanahu wa taala ka bot mundër pejgamberëve edhe mi pa e gjinat shejtan. Edhe ka gjujt me gur. Me një vend, pastaj përsëri ai është rrvat, ti bën cytje. Përsëri e ka gjujt me gur. Përsëri i ka bë cytje, përsëri ka gjujt me gur. Këto janë tre vendet ku i gjujn gurt Haxhilert. Ka mbet domethënë prej koni Ibrahimit alayhis salam. Ai sot vazhdon shejtani aty po është tradita kam mbet. Është ajo rregullat e haxhit. Gjuhën gurt në tre vende. Mirë po kur arrin të vendi, edhe shtrihen Ismailin, edhe e merr thikën ta pret. Allah subhanahu wa taala thot Ibrahim, ndalu, prit, ti me vërtet e realizove urdhën. Të pash se ti u kanë gatshëm domethënë për Allah subhanahu wa taala e dërgon Xhibrilin alayhis salam me një dash të majm, i thot jam baje fëmijën gëzaje, që kurban do të presish një dash. Pra këtu ishte qëllimi se Allah subhanahu wa taala don ta bën një përmirësim, një therrje të zemrës e tij. Ajo dashuria e tepërt. Ashtu. Unë jam Allah, ti je Khalilullah, kjo është djalja. Apo do të më dallo. Çfarë dashuri të tepërt ta përmirësojmë dhe ti vazhdon. Po, edhe ka plotsu domethënë atë. Edukimi i Allahut është kështu. Edukimi i Allahut. Edhe ai kuptoi Ibrahimi atë. Edhe krejt dalin këto shesh të gjëra se Ibrahim është Khalilullah. Atëre, kësha pas dëshirë tash më kthit e pjesa me Sarën, domethënë, çka ndodh me ata? Se vetë me Haxherin e kuptuam domethënë me Ismailin. Me Sarën çka ndodh domethënë? Ibrahimi alayhis salam pat fëmijë me Haxherin edhe Ismailin, me Sarën ende s'ka pas fëmijë. Edhe këtu kanë mosh më domethënë ka qenë mosh domethënë kohë janë këto. Po atëherë në ato kohë edhe në atë mosh ka ndodhur që të kenë mund me pas fëmijë. Ibrahimi alayhis salam ka qenë edhe mikpritës. Ka qenë njohur se Ibrahimi i pret mysafirët mirë. Ka qenë bujar edhe mikpritës. Edhe këtu do të ndalem tregoj se me një rast ka ndodhur që te ai të vjen një mysafir, edhe siç ka qenë zakonti Ibrahimi një herë ka tregu mirëseardhje. Mirë po, pasi ka tregu mirëseardhje, kur ka dashur me hangër, nuk ka pranuar me thonë bismillah. Ibrahimi me bismillah ka fillu ushqimin. Edhe thot, do thonë ti nuk po bën bismillah, thot kush është ai Allahu? Thot nuk beson Allah, nuk besoj Allahut. Nuk besoj Zot, faktikisht. E Ibrahimi alayhis salam ka refuzuar që ta gostit një person që nuk i beson Zotit.
besimtarët janë xheloz për Zotin e tij. Nuk i beson Zotit dhe do të furnizohesh, do të hash nga furnizimet. Edhe e ka dëbuat, e ka përzan. Mirë po Allah subhanahu wa taala i shpalli Ibrahimit alayhis salam. Thot të erdhë një mysafir, thot po, edhe e përzune, dhe me thonë prej shtëpisë tonë nuk dashte mi dhonë nga ushqimi që arab nuk të beson të ti. Thot, unë thot që 40 vite e jap furnizim, e di, shumë mirë e di që ai nuk më beson, dhe e furnizoj. Ti një natë nuk dashte ta gostisësh. Atëherë Ibrahimi alayhis salam del me vrap derisa ta gjejet, do të thonë ka gjetë atë personin në rrugët e vendbanimit të tij, edhe e ka kthye në shtëpi. Edhe i ka tregu, thotë unë jam pejgamber, pasi të kam përzan, ka ardhur shpallje prej Zotit se me të marrë me të kthye edhe me të gostit. Edhe ai kur e dëgjon kët, hin në fejnë e vërtet, në fejnë e Ibrahimit alayhis salam, edhe bëhet besimtar. Në udhëzohet, se pas kur ditë, domethënë që e pranon në fenë. Po, me njëherë kur e dëgjon këtë prej Ibrahimit alayhis salam, ndikohet për kësaj se Zoti paska ditë sa vjet, aty për ka këto informata, domethënë aty janë të fshehta. Po. Ka spari herë shifet me të. Andaj domethënë është ndikuar nga kjo se me të vërtet paska një Zot që ju jep informata pejgamberëve, domethënë informata të fshehta. Po. E tash ndalim te pjesa kur, domethënë pasi e përmendëm mikpritjen, u kanë shumë mikprit, kur i vinë mysafirët edhe kur përgatit domethënë ushqim më të mirë që e ka me ato mysafirë. Kështu që një ditë i kanë ardhur mysafir pak të veçantë. Edhe që si çdo herë kur i vjen mysafir, më një herë ka përgatitur ushqim, edhe ka therr dhe një kafshë. Edhe kur e përgatit ushqimin, ja afron atyre, ato nuk i zgjatin durt. Mirë, po këto mysafir nuk kanë qenë mysafirët e zakonshëm. Kanë qenë melek, edhe këtë Ibrahimi alayhis salam e ka vërit se nuk i zgjatën durt e tyre të ushqimi. Edhe është trem pak. Domethënë edhe melekët e kanë vërit e Ibrahimi këtë dhe i kanë thonë mos u brengos, na jemi të dërguar të Allahut. Jemi dërguar të popullit i Lutit. Edhe njëkohësisht për me tregu me ta dhënë një lajm të madh. Kjo është epizodi e fundit me Hoxhën Ali Shabani, e historinë se çfarë mesazhi, çfarë lajmi të madh i bin me laçat Ibrahimit alayhis salam dhe përcjellë Hoxha që është pas tij. Për me pa videon, normal, mundë me kliku këtu, që me pa historia si vazhdon,